Kulla çfarë po ndodh? Ledhi tani do nxjerri, kam përshtypjen, ç'a kemi ledhi këtu për të parë? Kemi një grafik, më duket? Kemi një grafik me përqindjet kulla. Duhet jetë me numër deputetësh shumë e Me numër deputetësh, po. Me numër deputetësh bie që të ketë, më duket 48 ka, jo 48. 48 ka Kurti. 48 ka Kurti. Më falni. 48 ka Kurti. 24 ka PDK-ja. PDK-ja, po, Partia e Thaçit. 20 ka LDK-ja. Po. 8 ka koalicioni AK Nisma, Pastaj janë këto të tjerat. nga cilët 3 ka Limaj. 3 ka Limaj. Po. Dakor. Dhe pastaj janë pakicat. Është e Limaj këtu tek. Pra AK Nisma, pra është Limaj. Dakor. Tani kulla, mund na thuash të rejat e fundit nga Kosova valla ti e njeh atë vend më mirë se ndoshta. Ja, do t'i shpjegoj. Çfarë po ndodh? Kanë filluar negociatat në tavolinë. A këto më pëlqejnë shumë. Këto që janë në tavolinë. Po që nuk duken. Varianti i parë është vetëvendosja e bën qeverinë me Limajn dhe shkojnë 51 dhe 10 nga minoritetet jo serbe shkojnë 61 dhe mund të qeverisin, pastaj rrugës mund të marrë edhe në tjetër, por ky është një variant që nuk jep afatgjatë qeverisjes. Është vetëm me një deputet më shumë. Jo, për tek saj, sepse pas një viti do duhet të zgjedhin presidentin dhe ata nuk i kanë numrat për zgjedhur presidentin. Ata kanë një sistem që duhet hyjnë 2/3 e njerëzve në sallë dhe pastaj duhet mund të zgjedhin me 61. Nëse opozita nuk hyn në sallë, atëherë ata shkojnë të zgjedhin. Për kaluar këtë vit, domethënë. Pra kjo është një variant cilin kemi dhe një vit e gjysmë qeveri Kurtin, por pastaj nuk është e mundshme. Varianti i dytë është dhe është shumë interesante të shikojmë se kë ka takuar, është im thashën këtë vizitë shkurtër që ka ardhur dhe ka takuar babain e vet. I cili është takoi babain në spital apo jo? Po babain në spital dhe nënën pra në gjendje shumë keqe dhe bashorten. Pra edhe bashorten. Edhe bashorten e ka takuar aty në spital. Më fal, nuk është e shtuar bashortja. Jo, ka takuar bashorten. Babai është keq apo jo? Babai është keq, është në gjendje keqe shëndetësore. Dhe ky është një lajm që mund t'japë një indikator të fortë, pasi nëse do të ishte e mundshme një koalicion mes lëvizjet vetëvendosje dhe PDK-s, atëherë kjo do të bëhe nëse në rast se përveç se një marrëveshje për presidentin, do të kishin edhe një marrëveshje për të kthyer dhomat speciale në Kosovë. Pra ata që janë Hag, të kthehen dhe gjykimin ta vazhdojnë në Kosovë, pra nëse Parlamenti i Kosovës do ta votonte një të tillë. Varianti i tretë do të ishte një marrëveshje mes Albin Kurtit dhe LDK-s, por LDK-ja e kam pas edhe një herë tjetër një marrëveshje mes Albin Kurtit dhe LDK-s. Në këtë rol mund të kishte në këtë variant mund të kishte një rol edhe presidenti aktuale, e cila vjen nga LDK-ja, me idenë që pas një vit e gjysmë të përsëritet një mandat tjetër i kësaj presidente dhe LDK-ja të marrë një pjesë, por ka një bazë të madhe të LDK-s që është kundra një marrëveshje të tillë. Dakor. Se nuk e duan vjosën. Jo, pasi kjo gjë do të dobësonte partinë në sytë, sepse ata thonë që kur hym në bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje, atëherë ne u tkurëm, u reduktuam dhe u çam. Ramush Haradinaj është totalisht kundër një marrëveshje me Albin Kurtin, kështu që varianti tjetër është që bëhen 28 dhe 24 deputet partive të opozitës gjithë bashkë. Edhe bën qeveri. Bashkë me 10 dhe bën 62. Problemi është se as këta nuk e zgjedhin presidentin. Ndoshta njëjta gjë, po. Dhe pas një vit e gjysmë do të shkonin në zgjedhje parakoshme dhe në gjitha këto raste Albin Kurti, siç ka treguar dhe zgjedhjet e tjera, do të rritej dhe do rrezikonte që të fitonte prapë vetëm. Ka patur edhe vizita ndërkombëtare, ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s sa javë që bëjnë apel për stabilitet e tjerë dhe kush ky Ruteri? Po, ky Rute. Ka patur dhe diplomatë të nivelit më të ulët që kanë vajtur dhe po shikojnë mundësinë pra matematikën se si mund bëhet një marrëveshje. Por çështja është që partitë e opozitës nuk duan të hyjnë në një kombinacion me listën serbska, pra me serbët e Kosovës, pasi kjo gjë do t'i dobësonte politikisht, pasi ata janë ata që filluan luftën një vit e gjysmë përpara në Kosovë. Ndërkohë edhe vetëvendosja është kundër një zgjidhje të tillë. Pra, o do të shkojmë në zgjedhjet parakoshme, do të kemi këtë qeverinë edhe për disa muaj dhe pastaj do shkojmë në zgjedhjet parakoshme, ose do të shkojmë në një qeveri minorance të lëvizjet vetëvendosje, por me vetdije që shkojnë në zgjedhje pas ose do shkojmë një qeveri të gjerë të opozitës bashkë edhe me 10 partitë, me 10 deputetët e minorancës, po kjo gjë gjithashtu
do të na japi zgjedhjet parakoshme. Kështu që Varianti më i mundshëm cili është, Kulla? unë them që dy janë variantet më të mundshme. Albin Kurti dhe Fatmir Limaj, të cilët do t'i krijonin PDK-s kushtet për ndryshimin, pra për t'i kthyer dhomat speciale në Kosovë. Në qoftë se lëvizja vetëvendosi do ta votojnë gjë të tillë, ose pastaj varianti më real, më serioz do të ishte një qeveri mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s, po që ka gjithashtu dhe zëra ndryshe, shumë të rëndësishëm brenda PDK-s, po në çdo rast kjo gjë nuk do të bëhen nëse nuk do të vinte një miratim nga ata që ndodhen në Hag. Kjo llogaritur që ata vazhdojnë thuati, pra thashë vazhdojnë të ketë dorën te PDK-ja, ta ketë dorën e fortë. Sigurisht është themeluesja e asaj partie. Nuk e ka shmangur këta që janë. Nuk është e mundshme që ta bëjnë. Nuk e shmangi dot. Dhe në të gjitha rastet unë mendoj që Albin Kurti është i detyruar që o të shkojnë zgjedhjet parakoshme ose të bëjnë një marrëveshje të madhe me PDK-n. Por çdo aritmetik tjetër e çon pra Albin Kurtin o të përplas kokën në mur, ose se gjithsesi pastaj do përballet me ca kosto të tjera, duke patur parasysh që ka ndryshuar dhe korrelacioni edhe në Bruksel edhe në Washington. Washingtoni ka heq prizën vërtet nga Kosova apo ose nga Shqipëria duket që po. Çështja është që Washingtoni ka trupa ushtarake dhe nuk e hiq dot prizën totalisht. Dakor, pra po ja për shembull skemi asnjë deklaratë nga ambasadë amerikane në Kosovë, zero. Kjo nuk do të thotë që s'po merren. Mirë, patjetër, këtë duhet të kuptojmë, pra po merren realisht. Po sigurisht që po merren. Ata thjesht duan tani të gjenë një variant në cilin të jetë që të lejojë stabilitet, mos lejojë destabilizim total. Ky Grenelli nuk po ndihet më kundër Kurtit. Po çështja është që Grenell nuk ka pushtetin e nevojshëm për ta bërë këtë gjë. O duhet të jetë i deleguar special i Trumpit për të marrë me Kosovën, ose duhet të jetë përfaqësuesi i Departamentit të Shtetit. Departamenti i Shtetit e ka Rubio tërësisht në kontroll dhe është një gjë cilin ai nuk e lën Grenellin të futet aty. Pentagoni është komplet në anën tjetër dhe presidenti Trump ka halle të tjera në këtë moment. Pra unë mendoj që dy do të jenë variantet më të mundshme. O bëhet kjo qeveria me 61 me Limajn edhe pastaj shohim, po që do jetë një qeveri goxha problematike dhe dobët. Do jetë problematike, a? Po sepse është me numra e dobët. Edhe ose qeverisja, ose pastaj qeveria tjetër në cilën do të ketë një marrëveshje të madhe mes PDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Gjithsesi unë nuk shoh që do ketë një qeveri para muajit. O Gulla, kjo përjashtohet fare si opcion, ky opsioni tjetër që të ulet bashkë Kurti me këtë Abdigjikun e LDK-s? Ta thash që ekziston dhe ai variant, por çështja është që Abdigjiku ka kundër partin për këtë gjë, një pjesë të kundër partisë. Ç'do të thonë, që partia nuk do? Një pjesë e partisë nuk do. Po pjesa tjetër? Punarësi si antar deputetët. Sepse duhet të kesh parasysh një gjë që janë diametralisht kundër nga pikpamja ideologjike. Ata janë djathtë, ata janë të majtë. Po, edhe në Gjermani po ndodh kjo punë, pra ka qenë Gjermania që po qeveriset nga të majtë dhe nga të djathtë. Po, ka një histori, këta kanë qenë në bashkëqeverisje nëse të kujtohet Kurti me LDK-n, pastaj ata e rrëzuan qeverinë Kurti bashkë. Kështu që historiku e ka negativ, thotë. Dhe LDK-ja thotë që sa herë ne hymë në bashkëqeverisje me LDK, me vetëvendosjen dhe u dobësuam, nuk do duam që të hymë edhe të dobësohemi, shkatërrohemi, se ata kanë qenë forcë e parë dhe kanë përfunduar forcë e tretë. Domethënë ata nuk duan që të shkojnë poshtë Haradinajt pas rasti. Kështu që aritmetika është ajo që të imponon. Po ky Haradinaj pse është kaq kokfort Kulla? Pse nuk e do fare këtë Kurtin? Tash ata kanë krijuar edhe një kështu aversion, një përplasje me një tjetër, po duhet të shohësh numra, domethënë ai pristet dilte në zgjedhje shumë më mirë se ai është dobësuar. Kush? Haradinaj. Haradinaj. Po pra. Kështu që është çështje edhe mbijetese. Me votat e Haradinajt për shembull, bën dot gjë ky, thuaj Albini. Po me votën e Haradinajt ai bën një qeveri, por nuk zgjidh çështjen e presidentit. Por e çështja e presidentit është gjithmonë e pazgjitur në të gjitha rastet. Jo, me PDK-n dhe me LDK-n nuk është e pazgjitur. Si me PDK-n dhe LDK-n? Nëse bëhet lëvizja vetëvendosje PDK, jo, vetëm me PDK-n. Po? Ose nëse bëhet lëvizja vetëvendosje dhe LDK, çështja e presidentit është e zgjedhur. Kurti duhet ta lëshojë presidentin njëri nga këto dy. Kurti ishte i gatshëm ta bëjë të kompromis për hir të 4 vjetëve. Për pushtetin e vet ai është i gatshëm ta bëjë. Çështja është në cilën do ketë më pak kosto, ose nëse Kurti është i gatshëm të kthejë dhomat speciale në Kosovë, pra po çfarë thon Mokulla, çfarë thon burimet e tua? Po, ore ky Kurti e ka kaq vështirë, dëgjoj. Prandaj tash është shumë e rëndësishme ardha e Hashimit në. Prandaj të thash dhe unë pra, ideja është kjo Kurti. Ata të dy janë armiq,
Janë armiq që nuk mund të unen dot kur bashk, pavarësisht se nuk ulen dot fizikisht se ai ishte në burg, Thaçi me Albinin. Po kanë qenë armiq, po interesat ndonjëherë të bashkojnë edhe nuk është. Po pra, domethënë sa e mundur është kulla, kjo është Por negociohet çan. Ti që një faktorët, sa e mundur është që Albini në moment caktuar të kthej kokën nga Thaçi? Po negociohet. Albini është duke negociuar me gjitha palët. Jo, flas në marrëdhënie me Thaçin. Të bëj këtë pra, të votojnë këtë që dhomat. Nëse do t'i lënë ndërkombëtarët të bëjnë. Po cilët ndërkombëtar aktualisht po flasim? Europianët. Dhe jo vetëm europianët, se janë edhe disa amerikanë që janë kundër. Se ki parasysh ajo gjykatë është krijuar për të dënuar Kosovën. Dhe në këtë moment jo të gjithë serbët i kanë keq marrëdhëniet me Perëndimin. Pra ka ndryshuar dhe ky korrelacion. Prandaj është e rëndësishme të shikohet edhe çfarë po ndodh në Serbi. Pra ajo që ndodh në ajo që ndodh në Kosovë duhet ta shohë si lëvizje shau. Unë bëj një gur, ti bën një gur, unë lëviz një gur, ti bën lëviz një gur. Pra është dinamike pa po. Në këtë moment kemi zgjedhje në Shqipëri, sa e mbërzgjedhet Kosovë, dhe Kosova është me qeverinë e vjetër, do shikohet nëse do ketë, dhe kemi edhe një situatë totalisht të destabilizuar në Serbi. Pra është gjithë rajoni destabilizuar. Nesër atje bëhet pritet të jetë një protestë pa parë, pa e madhe nga të gjitha. Kështu që prandaj Kurti po merr dhe kohë se po mundohet të shikojë ç'a ndodh në një anë dhe ç'a ndodh në rajon edhe në tjetrën anë. Dhe ç'a ndodh në Bosnjë. Shqipëria po do ikim tani në Bosnjë, do diku se kanë nxjerrur arrestin. Po 1 sekondë mbaron që në Prishtinë okulla. Sa vajti ora? Kemi akoma dhe 25 minuta. Dëgjoj kulla, rinde 5 minuta e kjo. Pra ti e shikon, erdhëm në ti e shikon të mundshme një bashkim Kurti Thaçi? 50% mundshme. 50% e mundshme. Pra duhet të bien dakord edhe ndërkombëtarët thua ti? Pra nëse ndërkombëtarët jo të bien dakord, nëse ndërkombëtarët nuk e kundërshtojnë, atëherë kjo është shumë e mundshme që dhomat e gjykimit special të vinë në Kosovë dhe ata që kanë për të bërë burgun ta bëjnë Kosovë dhe jo në Hag. Po ç'ndryshon kjo për Thaçin? Ndryshon shumë gjëra. Se? Po ndryshon shumë gjëra, ndryshon për Thaçin, për Kosovën, ndryshon era. Pra nëse deri tani ata janë gjendur në një persekutim, pra imi ka disa muaj që ka babain smur dhe ata se kanë lënë të vi. Erdhi më në fund pas kaq. Po më në fund, po kupton çka ka të bëj, flasim për një njerëz që ka qenë kryeminist, president, drejtues, pra as më e drejta, pra një persekutim total. Po që me që le të themi kanë qenë ndërkombëtarët, është një gjykatë e krijuar nga ndërkombëtarët, e kërkuar dhe votuar nga Parlamenti i Prishtinës, edhe kjo gjë ka qenë e mundshme. Nëse do ishte për një vend tjetër do thoshin ç'është ky skandal, kupton se kemi të bëjmë me drejtat e njerëzit. Po ashtu dhe me ata të tjerë. Do ta shohim, unë mendoj që ekziston mundësia nëse nuk do ketë një kundërvendje të madhe ndërkombëtare, ekziston mundësia që në maj të kemi një qeveri vetvendosje PDK. Ekziston kjo mundësi? Po. Në maj thua ti? Nëse nuk kundërvjen ndërkombëtar. Nëse nuk kundërvjen. Në të kundër do kemi një qeverisje Limaj Kurti dhe pastaj pas një viti do kemi zgjedhjet parakoshme. Ndërkohë duhet të themi që Kurti ka filluar të ketë probleme me drejtsinë edhe ai, Kosovë. Po pra ai nuk po shkon ndërkohë, nuk shkon të paraqitet. Mirë, sa do e zgjasi pa shkuar, sepse ki parasysh që duke mos shkuar pastaj rrezikon që në një moment caktuar kur të mos ketë më ato numrat, rrezikon që pastaj të arrestojnë të Kurtin. Se pushteti i gjykatës speciale në Kosovë nuk është i vogël, është i madh. Po vetëm se kujdes, këtu nuk është gjykata speciale, nuk është prokuroria speciale në Kosovë që po kërkon Kurti, është prokuroria e përgjithshme normale. Jo, po edhe prokuroria e përgjithshme është speciale atje për çështjet e korrupsionit e këto. Po. Por nuk është kjo gjykata speciale e Hagës, që çon Hagë është një gjykatë tjetër speciale. Po që është në Kosovë, kjo nuk ka lidhje me. Që është në Kosovë dhe Kurti thotë këta po bëjnë politik ta gjykatës. Shef që përsëritën gjërat në Shqipëri, në Kosovë, në Serbi, në Maqedoni, në Bosnjë, janë gjitha në lëvizje. Pra jemi në një moment. Dhe ti thua që ka një regjim okulla që i drejton të gjitha, është një regjizor thotë apo janë disa qendra pushteti? Unë mendoj që ka dalë shejtani nga shisha në gjithë rajonin. Është shumë e bukur si shprehje, po nuk na thot shumë gjëra. Po s'na thot shumë gjëra, pra nuk është se ka më një aktor me. Ti thua nuk ka vetëm një regjizor tani? Jo. Që po bën këto gjëra në Shqipëri, në Kosovë. Jo. Se këte nga Malizin, nga Maqedonia e Veriut nuk e di si është situata. Prandaj po them nuk ka si. Ka shumë djaj domethënë. Ka dalë shejtani nga shisha, pra në çdo vend ka dalë nga shejtani nga shisha. Nuk është mënyrë simpliste kjo të shpjeguarit të botës? Kulla? Po njerëzit këtë mënyrë duhet të kuptojnë se po ti themi që ka një kokë të madhe që po rrin, nuk është Ballkani kaq i rëndësishëm, kupton? Tani gjërat kanë lëvizur, janë lëvizje në Evropë, në Amerikë, në Rusi e tjerë. Pllakat po lëvizin thua ti. Pllakat po lëvizin dhe këto janë momente kur ndodhin gjëra të mëdha. Ta thash herës tjetër që në momentet është historike, në momentet kur SBA-ja dhe BE-ja nuk kanë një politikë për Ballkanin, gjithmonë Ballkan ka ndodhur ngjarje të mëdha.
Që normalisht tani presupozohet që Ballkani të jetë i rrezikuar apo jo? Duket që ka një, në këtë moment që flasim, ka një destabilitet fort politik në gjitha vendet e Ballkanit përveç Maqedonisë Veriut. Përveç Maqedonisë Veriut. Po pse s'ka atje? Po, para atje zgjedhjet u bën vjet, ka dalë një majorancë qartë e tjerë, dhe e dyta kryeministri i Maqedonisë Veriut, Mickovski, Kristiani, para 2 javësh ishte me Trumpin në Amerikë tek ajo konventa e madhe e konservatorëve. A, e takoi? Po sigurisht ishte i ftuar, mbajti fjalë aty e tjerë, nuk janë raportet njësoj. Edhe është një njeri që ka dalë nga zgjedhjet me një vullnet qartë politik. Të tjerë nuk është se kanë gjithë qartë. Që i prandaj them që kjo Kurti po merr kohë se do të kuptoj edhe ç'a ndodh në rajon me aleat të mundshëm. Mund të ketë aleat më shumë apo mund të ketë më pak, se nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë. Misteri shtohet çan. Ledio, l'actualité est très chargée. Actualiteti shumë i karkuar. Bëjmë një xhiro urgjent.